ata që përjetojnë ankth ose që kanë probleme të tilla, janë njerëz më të dobët? Jo, nuk janë njerëz më të dobët. Po vetë jeta është, unë e tham që në fillim. Ose probleme ka për të gjithë, po disa i përballojnë, disa nuk i përballojnë. Po. Këta që i përballojnë dhe themi na i spyt fare, se ka problem fare për çfarë do lloj gjëje që varet ndodhin nga në jetë. jeta e cila ti ke bërë. Pra, këtu është edhe fat, do thënë. Një familje e cila është një familje shëndosh, me një çift i rregullt që di të trajtoj fëmijët e vet, sigurisht që lind, rrit dhe edukon fëmijë të mrekullueshëm. Njerëz të cilët jetojnë në dhunë fizike dhe psikologjike. Unë jam një zonjë e cila kam folur shumë me gruan shqiptare, da themi, gruaja është shumë e dhunuar. Kemi një foto, nëse më ndihmon regjia, një foto në të cilën tregohet se si kalon ky zinxhiri i dhunës që nga fëmijëria, ku mund të kemi përjetuar trauma të caktuara, jo vetëm të dhunës, po edhe trauma psikologjike, të cilat më pas këto reflektohen në një periudhë tjetër të jetës tonë, në adoleshencë dhe në moshë të rritur, ku shfaqen dhe këto problematika, pra ankthi që lidhet me traumat e fëmijërisë. Ja, tek e kemi foton dhe mund ta interpretojmë bukur, duke treguar se si ka kaluar dhuna nga fëmia i vogël që ka dhunuar macet, tek fëmia, tek fota tjetër majtas, ky fëmijë që është dhunuar më pas nga dhe vazhdon të jetë fëmijë i dhunshëm. Dhe vazhdon të jetë i dhunshëm në zyrë, në shoqëri dhe me bashkëshorten. Është një mesazh shumë i bukur për gruan shqiptare. Një numër shumë i madh grash i bien telefonit tim edhe thonë që jam shumë e dhunuar, por po qëndroj me burrin për hatër të fëmijëve. Zonjë e nderuar, këtë që bën po shkatron veten tënde, sepse jeta nuk i falet askujt, është jeta jote personale, por edhe fëmijët e tu. Një fëmijë i cili jeton në dhunë fizike dhe psikologjike, ti e ke shkatruar. Është ajo vajza e cila kur bëhet 20 vjeç, është kontingjenti i dhunës, i krimit, i vetvrasjes, sepse nuk ka forcë të kundërshtoj, s'ka kundërshtuar në shtëpinë e saj, e jo më të kundërshtoj bashkëshortin, vjerën, pronarin, e prorin, biznesmenin, e të tjera. Pra është vajza e dhunuar që përfundon deri në vetvrasje. Kemi djalin i cili jo vetëm që, por është modeli i babait të vet. Ne shpesh themi dhe si shqiptar, bëm baba të ngjaj. Pra ne jemi babai ose nëna janë modelet të heshtura tek fëmijët. Tek fëmijët. Pra duke parë me sjelljet, me mënyrën se si. Kam shumë raste që djali e ka kaluar babain. Dhe është më dhunues dhe më i ashpër ndaj nënës së tij.